الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Parimi 9 prej parimeve të pendimit është se kur njeriu i sheh gjunahat si diçka të vogël në sytë e tij, atëherë padyshim që edhe ky është mëkat në vete i cili meriton pendim, dhe po ashtu është guxim i tepërt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çfarë do thotë kjo? Do thotë se kur ti në sytë e tu gjunahat që i bën i sheh si diçka të vogël, atëherë dije se ato rriten te Allahu subhanahu wa taala. Dhe ana sjellë sa që gjunahat që i bën ty të duken të mëdha, të rrezikshme, atëherë dije se ato zvoglohen në sytë e Allahut subhanahu wa taala. Prin nga rrjedh kjo, padyshim që rrjedh nga ignoranca që njeriu e ka ndaj të drejtës së Allahut subhanahu wa taala. Rrjedh nga ajo kur njeriu nuk e njeh Allahun ashtu siç duhet. Do thotë kur njeriu nuk e njeh Allahun ashtu siç duhet, padyshim që gjunahat e tij do t'i duken të vogla. Patjetër që ky njeri do të tregohet i shkujdesëm ndaj gjunaheve. Patjetër që do të merr guxim pastaj të kryejë edhe gjunahe tjera. Pse gjithë kjo? Sepse nuk e njeh Allahun ashtu siç duhet. Nuk i njeh emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye i sheh gjunahat e tij si diçka të vogla dhe të parëndësishme. Pra kur njeriu i sheh gjunahat si diçka të vogël, vetiu në vete ky është mëkat, për të cilin duhet të pendohemi dhe e kemi obligim të pendohemi. Për nga rrjedh kjo, ku e ka burimin kjo? E ka burimin në zemrën e njerit. Pra është vepër e zemrës, është smundje e zemrës, është gjunah i zemrës, mosbindje që kryhet me zemër, dhe për cilin pra duhet të pendohemi patjetër, ashtu siç pendohemi nga gjunahat që i kryejmë me gjymtyrët dhe veprat tona. Pra ndodh që njeriu të kryejë gjunahe me veprat e tij, dhe po ashtu në njëjtën kohë me zemrën e tij të kryejë gjunah tjetër. Cili është ky gjunah? Krahas gjunahat që e kryen me veprat e tij, me gjymtyrët e tij, kryen gjunahe edhe me zemrën e tij, do thotë siç tham se me zemrën e tij nuk e sheh diçka tepër të rrezikshme me gjunahun që është duke e bërë. Padyshim që është rrezik i madh. Dhe nëse njeriu është në gjendje të tillë, atëherë patjetër duhet ta kërkojë ndihmën e Allahut, ti përgjërohet Allahu subhanahu wa taala që ta shpëtojë nga kjo gjendje e rrezikshme. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.